Sa cilësi e mirë është besnikëria. Në këtë thënie të shkurtër, por me kuptim të thellë, Imam Aliu thekson rëndësinë dhe virtytin e besnikërisë. Në këtë thënie, Imam Aliu thekson rëndësinë e besnikërisë si një atribut themelor që duhet të jetë i pranishëm në karakterin e çdo myslimani. Kjo përfshin besnikërinë, besimin dhe besueshmërinë në përmbushjen e detyrimeve ndaj dikujt dhe ruajtjen e lidhjeve të forta të besnikërisë dhe mbështetjes. Besnikëria nuk kufizohet vetëm në fjalë ose veprime të përkohshme. Është një cilësi e rrënjosur thellë që pasqyron sinqeritetin dhe integritetin e një personi. Kurani ofron ajete të shumta që theksojnë rëndësinë e besnikërisë dhe ndikimin e saj pozitiv tek individët dhe shoqëria. Për shembull, në surën Bekare ajeti 177, Allahu thotë: "Drejtësi nuk është që t'i ktheni fytyrat nga lindja ose perëndimi, por drejtësia e vërtet është në atë që beson Allahun, ditën e fundit, engjëjt, librin dhe profetët, dhe nga pasuri, pavarësisht të dashuria për të u jep të afërmve dhe bonjakëve, edhe të varfërve, edhe udhëtarve, atyre që kërkojnë ndihmë dhe për lirimin e të roburuarve, edhe ai që e fal namazin, e jep zekatin, edhe ata që kur premtojnë të zbatojnë, edhe ata që durojnë në varfëri, vështirësi dhe gjatë betejës. Këta janë të sinqertët dhe këta janë të devotshmit." Ky ajet nxjerr në parë rëndësinë e përmbushjes së premtimeve dhe të qenit besnik ndaj zotimeve. Ai thekson se drejtësia e vërtet nuk kufizohet në ritualet e jashtme, por reflektohet gjithashtu në veprimet e dikujt ndaj të tjerëve. Duke përmbushur premtimet dhe duke qëndruar besnik, myslimanët tregojnë besimin dhe përkushtimin e tyre ndaj Allahut dhe mësimeve të tij. Një ajet tjetër që mbështet konceptin e besnikërisë gjendet në surën Maide, ajeti 8, ku Allahu thotë: "O besimtar, bëhuni të qëndrueshëm në urdhrat e Perëndisë dhe bëhuni dëshmues me të drejtë. Le të mos u nxjisë juve urrejtja ndaj një populli për të bërë padrejtësi. Jini të drejtë, që është më pranë drejtësisë, dhe druajuni Perëndisë, se Perëndia është i dijshëm për çdo gjë që punoni ju." Ky ajet inkurajon myslimanët që të qëndrojnë të palëkundur dhe besnik ndaj Allahut dhe urdhrave të tij, madje edhe përballë fatkeqësive apo kundërshtimeve. Na kujton se besnikëria ndaj Allahut duhet të ketë gjithmonë përparësi ndaj paragjykimeve personale ose presioneve shoqërore. Duke mbështetur drejtësinë dhe paanësinë, myslimanët tregojnë besnikërinë e tyre ndaj udhëzimeve dhe pranimeve të Allahut. Thënia e Imam Aliut në lidhje me mirësinë e besnikërisë shërben si një përkujtesë për myslimanët që ta kultivojnë këtë karakteristikë fisnike në jetën e tyre. Ajo forcon marrëdhëniet, nxit besimin dhe unitetin brenda familjes, shoqërisë dhe ummetit në tërësi. Kur individët janë besnik ndaj bashkëshortëve, familjeve, miqve dhe udhëheqësve të tyre, ata krijojnë një mjedis dashurie, mbështetje dhe stabiliteti. Nga ana tjetër, mungesa e besnikërisë mund të ketë pasoja të dëmshme. Mungesa e besnikërisë çon në premtime të thyera, tradhti dhe gryrje të besimit, dobëson marrëdhëniet dhe shkakton përçarje brenda familjeve, shoqërive dhe ummetit. Për më tepër, mos besnikëria ndaj Allahut dhe fesë së tij mund të çojë në rënje shpirtërore dhe largim nga rruga e drejtësisë. Si përfundim, thënia e Imam Aliut nxjerr në parë rëndësinë e besnikërisë si një karakteristikë e lavdërueshme në Islam. Nëpërmjet besnikërisë, myslimanët demonstrojnë besimin, sinqeritetin dhe përkushtimin e tyre ndaj Allahut dhe mësimeve të tij. Besnikëria forcon marrëdhëniet, nxit unitetin dhe promovon drejtësinë brenda individëve dhe shoqërisë. Allahu na dhënë aftësinë për të miqëruar të karakteristikë fisnike dhe për të qenë besnik ndaj tij, të dërguarit të tij, ehli bejtit dhe bashkëqytetarëve tanë mysliman.